Organizata e Kryqit të Kuq në Kërqov i ka realizuar me shumë sukses të gjitha aktivitetet e planifikuara për 6 mujorin e parë të vitit, duke filluar nga aksionet vullnetare për të ndihmuar shtresa sociale, aksionet për dhurimin e gjakut që realizohen në bashkëpunim me repartin e transfuziologjisë në Kërqov, ndihmat ndaj personave të pamundur dhe shërbimet mjekësore në kushte shtëpiake, aksionet humanitare në fatkeqësi natyrore dhe shërbimet të tjera sociale ndaj shtresave të caktuara të shoqërisë civile, thot sekretari i Kryqit të Kuq në Kërqov, Besnik Selimi, i cili në intervistën e zhvilluar Enkas për programin ton, shpalos edhe projektet e planifikuara për 6 mujorin e 2 të këtij viti, të cilat si vjet janë zgjeruar edhe me aktivitete shtesë që do t'i kushtohen shënimit të 80 vjetorit të organizatës së Kryqit të Kuq në Kërqov. Zoti Besnik, a mund të na thoni fillimisht me cilat aktivitete është filluar viti 2025 në kuadër të organizatës Kryqit të Kuq në Kërqov? Ju falenderit. Sa i përket jubileit, organizata jonë si vjet kremton 80 vjetorin e themelimit të Kryqit të Kuq të Republikës Maqedonisë së Veriut në nivel shtetëror, por gjithashtu edhe në nivel komunal. Në bazë disa arkhivave jo oficiale, domethënë ne jemi një ndër organizatat e para të themeluara në nivel shteti në vitin 1912 diku, në muajin tetor, por megjithatë me kompletimin e dokumentacioneve zyrtare me themelimin e organizatës konventave, jemi 80 vjetorin, e kremtojmë 80 vjetorin e themelimit. Sa i përket aktiviteteve të organizatës tonë komunale, në kuadër të planit vjetor që i kemi, deri tani kemi realizuar, mund të them 90% të aktiviteteve që i kemi të parapame në kuadër të planit vjetor, duke filluar me aksionet e dhurimit të gjakut që i kemi në formë të rregullta në bashkëpunim me Institutin e Transfuziologjisë, dhe deri tani kemi diku 600 njësi të siguruara në nivel të komunës të Kërqovës. Kemi trajnimet e ndihmës së parë. Rritje numri i vullnetarëve për dhurimin e gjakut si vjet? Po, domethënë rritja nuk është e madhe, por nga viti në vit kemi një rritje prej 5 deri në 10% të dhuruesve vullnetar të gjakut. Ajo vjen si rezultat i aktiviteteve tona në bashkëpunim me institucionet shtetërore, me Institutin dhe Ministrinë e Shëndetësisë për rritjen e vetdijes të popullata për nevojën e dhurimit të gjakut, duke pasur parasysh se nevojat e sigurimit të njësive të gjakut nga dita në ditë janë të mëdhaja. Ajo që është si sfidë për ne është vetë fakti që jemi një qytet jo aq i madh dhe kemi të rinjt, kryesisht persona që janë më të shëndetshëm për të dhuruar gjak, janë nga mosha 20 deri në moshën 40 vjeçare, ajo mosha mesatare të them. Por ne kemi largim të rive në aspektin e disa shkojnë në studime, disa jashtë shtetit dhe patjetër duhet të ngrim vetdijen te pjesa tjetër e popullatës dhe ato që janë të përgjegjësuar në institucione shtetërore që të rrisim numrin për këtë veprimtari. Sa i përket veprimtarive të tjera, kemi trajnimet e ndihmës së parë që i bëjmë në bashkëpunim me shkollat fillore. Tradicionale janë. Po, këto janë aktivitete të rregullta që i kemi konform programit. Gjithashtu, aktivitetet tjera që i kemi në veprimtarinë tonë sociale, kemi më shumë aktivitete, këtu do kisha dashur të përmend shërbimin social që e kryem, që mbulojmë rajonin e Kërqovës dhe rajonin e komunës së Makedonskij Brodit, ku diku kemi të punësuar 42 për kujdestar shtëpiak. Do të thonë ky është shërbimi për kujdesje shtëpiake për pleq, për personat e moshuar që rrinë të vetëm në shtëpi. Dhe ky shërbim realizohet nga të përkujdestarët tonë që janë të trajnuar dhe të janë licencuar për këtë shërbim në bashkëpunim me qendrën për punë sociale. Dhe thonë qendra për punë sociale e vendime dhe ne kryejmë shërbimin. Gjithashtu vlen të theksohet fakti projekte që i kemi në bashkëpunim me sektorin korporativ, do të thonë kemi një projekt që realizon Kryqi i Kuq dhe mbulohet financiarisht nga banka komerciale, është për personat me nevoja të veçanta, për qendrën ditore në Kërqov, dhe ne mbulojmë aktivitetet të punësuarve për rritjen e aftësive të këto persona. Do të thënë bëjmë aktivitete për risocializimin e personave që e ndjekin qendrën ditore. Aty kemi një plan program brenda 9 muajve, duke filluar nga muaji mars deri në shtator tetor, ku e përfundojmë pjesën e projektit.
Gjithashtu vlen të përmendet shërbimi i ri social që do ta vendosim në periudhë 6 mujore, jemi në fazën përgatitore. Tani brenda kësaj jave duhet të nënshkruajmë kontratat. Do të thonë do fillojnë realizimi praktik i këtij. Po, shërbimit është qendër ditore për pleq me plakje aktive. Do të thonë, ky shërbim kishte thirrje nga Ministria e Punës Sociale, të Rive dhe Demografisë, ku ne në bashkëpunim me komunën aplikuam për këtë grantin dhe na erdhi pëlqimi, u miratua granti, tani duhet të nënshkruajmë kontratat, granti në vlerë prej 30.000 eurosh, derisa komuna 10% do të kotizoj nga buxheti komunal dhe objekti në të cilin do të kryhet shërbimi na e ka siguruar komuna. Kjo faza përgatitore do zgjas diku ke 6 muaj, duke filluar nga adaptimi i hapësirës, plotësimi i gjithë normave, procedurave ligjore për vënien në funksion të këtij shërbimi. Ky shërbim do të jetë kryesisht për personat e moshuar mbi gjatë 5 vjet që janë aktiv në jetën e përditshme dhe mund të ndjekin qendrën ditore për të kaluar kohën e lirë të tyre. Aty do të kemi animime, do ketë trajnime, do ketë shërbime, aktivitete rekreative, punë fizike, paramenojmë në bazë plan programit në hapësirën ku e mendojmë ne të bëjmë një park ku të munden pleq të kenë edhe aktivitet fizik. Do të thonë, ato të vetë fizikisht të aktivizohen që të mund të kemi edhe rekreacion edhe të bëjmë mirëmbajtjen e parkut ku do të jetë qendra ditore. Do të thonë, do ketë trajnime, do ketë ekskursione të parapame në bazë të plan programit, vizita nga mjek, fizioterapeut, motra medicinale, do bëhet matja e presionit të gjakut, sheqerin e gjakut. Do të thonë, do ketë aktivitete në bazë një plan programi të përcaktuar, i cili do të miratohet nga Ministria për Punë Sociale. Është një projekt me të vërtetë shumë interesant. Cilat projekte janë planifikuar për periudhën që vjen deri në fund të këtij viti, që do të realizohet në kuadër të kryqit kuq? Po, por si vjet, meqense kemi vitin jubilar, të gjitha aktivitetet i kemi do të promovuara dhe i shënojmë me një dinamik pak më të përshpejtuar dhe më shumë me pjesën e aktivizimit të vullnetarëve tonë. Duke marrë parasysh se jemi një organizatë vullnetare dhe kryesisht aktiviteti i vullnetarëve tonë bëhet në kuadër të plan programi që i kemi të realizuar. Do të thonë, aktivitetet që i kemi tradicionale, siç janë dhurimi i gjakut, shërbimet sociale, aktivitetet ndihmës parë, garat komunale të ndihmës së parë, të cilat i realizuan në periudhën prill-maj, garat regionale, dhe kemi aktivitete me të rinj duke organizuar kampet verore me të rinjt e shkollave të mesme. Gjithashtu kemi aktivitete të planifikuara në bazë të programit, kemi vullnetar të korpusit të paqes të angazhuar në organizatën tonë dhe kemi një program për të rinjt të miratuar edhe nga pjesa e asaj kontrate që kemi të nënshkruar me korpusin e paqes. Kemi aktivitetet e rregullta me shkollat fillore, me qendrën për punë sociale, do të thonë për ngritjen e vetdijes te popullata, për smundjet, javat që i kemi për të realizuar shënimin e javëve të diabetit, javëve të shëndetësisë, projektet për dhunën në familje, do të thonë kemi shumë aktivitete që mendojmë të realizojmë deri në fund të vitit. Përmendet shumë aktivitete të planifikuara. Mendoni se do të arrini deri në fund të vitit që të realizoni këto aktivitete të projektuara? Po, duke pasur parasysh dinamikën e zhvillimit të realizimit të këtyre aktiviteteve, deri tani kemi diku 90% të realizimit të programës për 6 mujorin e parë, dhe shpresoj se me këtë dinamik do mund të realizohen aktivitetet që i kemi të parapame. Ndoshta edhe diçka del jashtë plan programit, po besoj se sfidat janë të mirë se ardhura. Dy fjalë rreth bashkëpunimit me institucionet e shtetit, me komunën e Kërçovës e kështu me radhë. Unë ju faleminderit për pyetjen, unë do desha ta theksoj faktin se ne si organizatë qeveritare, humanitare, kemi bashkëpunim të ngushtë me institucionet shtetërore, sidomos me Qendrën për Punë Sociale, Komunën e Kërçovës, Qendrën për Menaxhimin me kriza, shkollat fillore dhe Ministrinë e Shëndetësisë, do të thonë Spitalin e Përgjithshëm të Kërçovës. Bashkëpunimi është në nivel shumë të lartë, duke pasur parasysh se njëherë në javë kemi takime koordinative me persona përgjegjës për çdo institucione në aspektin e realizimit të projekteve për çdo lëmi. Gati gjitha aktivitetet janë të lidhura ngushtë me institucione shtetërore.
Zoti Besik, nëse nuk keni tjetër të shtoni, unë ju falenderoj të mase për kohën që ndatë që të jeni pjesë e emisionit Ritmi i Ditës. Ju falenderoj shumë edhe juve për kujdesin dhe për mundësinë që janë jepni neve si organizatë që të bëjmë promovimin e aktivitetet tona në nivel shtetëror. Falenderoj.